Duhet të kishte ndodhur. Mirë po çështja është që ne kur ulem me tavolinë, që kur ulemi si të mundur. Më dion, neve ulemi inferior në tavolinë. Sepse ne dim se kush jemi. Ne dim që jemi një vend që bota na ka parë me sy si një vend pa stabilitet aty. Edhe i dinë risket që ka Shqipëria. Edhe këto janë marrë parasysh edhe me gasjellsin kur u ndërtua tapi në Shqipëri. Gjithsesi është një rast pa precedent që një gasjellës nuk paguan taks tranziti. Është temë më vete që duhet parë një për një. Është kjo arsyeja që thash që neve kujtojmë se po bëhet në gjë madhe, e dim se kush jemi edhe o bura i lëm që hajde bëni çfarë të doni se çfarë fiton Shqipëria nga gasjellësit absolutisht asgjë. Thonë që kanë bërë ca rrugë e ca shumë. Jo, rrugët janë për mendimin tim, janë rrugët që shkojnë në bazë gasjellësit për të çuar tubat, po un kam parë vetëm njërin prej tyre, pjesën e Semanit është një rrugë me një kalim që nëse shkëmbesh me një makinë, duhet të hapësh krahun se rrezikon të biesh në kanal. Shqipëria nuk kishte pse të merrte model këtu vendet e Bashkimit Evropian. Jo. Sepse vendet e Bashkimit Evropian janë një treg i përbashkët dhe i kanë pa taksa këto gjërat. Shqipëria duhet merrte përbazë Ukrainën, duhet merrte përbazë Gjeorgjinë, të gjitha ato vendet që marrin taks për kalimin e tubacionit. Ukraina merr 2 miliardë, Gjeorgjia 500 milion euro, secila në vit vetëm nga taks e tranzitit. Meqense kjo është një temë që ndoshta sepse thuhet që Shqipëria do të kishte marrë 90 milion euro taks nga gasjellësi. Nga 60 deri në 100 milion euro në varësi të çmimit të gazit. Në varësi të çmimit të gazit. Nuk di, ma kjo është një temë që se sa do të merrte një temë që duhet të diskutohej sepse këtu me sa di investimi që ka bërë tapi është rreth 1.5 miliardë kështu fol, po nuk është një investim që ka ardhur te neve, sepse do me thënë, okej, do t'ishim dakord që nëse ky investim 1.5 miliard dollar do kishte futur në punë biznesin vendës. Në fakt, këtu ne nuk përfitojmë asnjë. Jo, ne s'përfitojmë. Këtu tubat u prun nga jashtë, që janë kostoja e madhe. Këtu fuqia punëtore kualifikuar u prun nga jashtë, kanë qenë në Korçë, kanë pasur dhe në Fier, kanë qenë kapanonet e tyre që vinin punëtorët nga jashtë. Do të thënë, nëse është përdorur diçka këtu janë përdorur vetëm për këto rrugët anësore, le të themi, është përdorur fuqia punëtore dhe biznesi vendas. Do të thënë, ky 1.5 miliard dollar jam i bindur që vetëm një 50 milion dollar ka përfituar Shqipëria. Të tjerët janë pagesa për të tretët. Megjithsesi tapi është shumë diskret, nuk bën asnjë lloj prononcimi. Neve kemi bërë një investigim, kemi marrë marrëveshjen që është lidhur, ligjin që është bërë, është diskutuar nga një specialist, nga specialistët të cilët e kanë pikë të errët pse Shqipëria nuk ka kërkuar taks tranziti, është firmosur nga Edmond Haxhinaston atko. Ata që e kanë negociuar në fillim ka qenë që taksa e tranzitit ka qenë gjithmonë një opsion që është kërkuar nga neve dhe tapi ka qenë dakord. Pastaj, çuditërisht, në momentet e fundit nuk është përmendur më dhe nuk është nënshkruar. E vetmja gjë që është thënë që tapi do investoj maksimumi 5 milion euro për kërkimet për gazifikimin e vendit, për të bërë rrjetin ton, pra. E para. E dyta, është thënë që mund të bëhet ndonjë dalje, po kjo është shumë evazive dhe me sa harri të kuptoj, është në dorë të tapit, nëse do doj ose s'do doj t'i bëj këto dalje. Dhe kjo është edhe arsyeja që neve për një dalje në Seman kemi pa punë tesin e Vlorës. Dhe mendoj, prandaj shtrohet ideja se si është ajo që nëse nuk e han gënjeshtën e parë, fut një akoma më të madhe se këtë të voglën do ta han pastaj. Dhe prandaj futen këto projektet terminale që lundrojnë në det, gazsjellsa. Pra jemi në një që botë fantashence, në fakt ne nuk kemi, siç del nga biseda me ju, nuk kemi mundësinë, po më duket se tashti nuk kemi as njerëzit, sepse inxhinierët
Ka një pjesë kanë dalë në pension, një pjesë kanë ikur, një pjesë nuk i pyesin fare. Kapitull më vetëm, në qoftë se mendohet që të ndërtohen e të bëhen këto, duhet bërë paralelisht kualifikimi njerëzve. Gazi natyror i langshëm është një produkt special që kërkon trajtim special. Duhen njerëz të mësuar. Kështu që është e domosdoshme. Ndërsa për sa i përket marrëveshjes me Tapin, u tha përpara disa kohëve që do të rinegociohet kjo marrëveshje. Unë për veten time e konsideroj e përsëris absurditet që të kaloj një gazetësill kaq i madh trans-europian edhe Shqipëria të mos